qënë se jemi tek mentaliteti, edhe mendoj një nga rastet që praktikisht besoj ka qënë momenti i lumëturisë tënde më të madhe, më sublime, që ka qënë ardhja në jetë e djalit tënd. Dhe nga ana tjetër, si thash, komente ndoshta për përzgjedhjen, nuk e di se të kanë bërë të ndihesh, por jemi pak edhe njëherë me këtë histori. Pse vendose ta quash djalin Lucifer? Sepse Lucifer në latinisht do thotë mbartës i dritës. Po. Shumë thjesht. Dhe duke qenë se unë kam atë, unë edhe im shoqja, sepse nuk sigurisht, jam vetëm unë që vendosa këtë emër. Ne në fakt e kemi zgjedhur këtë emër për kuptimin që ka patur. Edhe fakti që është latinisht ka një tjetër lloj rezonancë. Po besoj, di lidhjen religioze dhe efektin, mendimin që një komunitet i caktuar ka për... Po le të jenë mendimet. Sot jetojmë në një botë ku pjesa më e madhe e vendeve demokratike dhe të civilizuara janë vende laike. Kështu që nga ky moment çdo interpretim fetar, po them del jashtë sferës administrative.